Lidhja jote Benit me Bellën? Para se të hyni më the që është shumë i lidhur me mua dhe... Po, është shumë i lidhur me mua, pej që e ku marrë, do me thonë, edhe ku me dosë me marrë pej të vogër, kur i ka pas 3 muaj, edhe për që arsye u lidhë, se edhe i vjen ma shumë me mu me ndaj, edhe pa mu nuk rënë. Gjithkon e marrë me veti, e kom si hije për mas. Do me thënë, nuk është vetëm sot për shkak të intervistës që e ke marrë me veti, po e marrë edhe për një kafe. Në vendet që ma lejojnë, po, zakonisht po e marrë. Ta nuk lejohet në Kosovë gjithkon, a? Na që kemi kafë që dina që është pak ma problem, se do vende nuk lejojnë, e kemi të valume. Qa po t'intereson? Po, në vendet që ma lejojnë, po e marrë. Okej. Elion? A ko vene që e mena, po macat nuk janë fort? Jo, nuk o që e marrë fort mas vete kështu, edhe shumica vende që shta dhe raforcja nuk është që pa lejojnë. Është dita, du më thëmë para 2 dite e ceka dhe në fillim që ishte dita e veterinarisë. Dita botërore e veterinarisë, e cila është zakonisht e shtundja fundit e prillit. është një ditë që për neve është një lloj feste, sepse është një vëmendje për komunitetin tonë. Edhe ndjej në mesin e shoqërisë pak më të vlerësuar vetën. Bledian, në fakt dua të di tash flasim pak në mënyrë mjekësore për atë dhe çka jeni. A është llojet e kafshëve janë të njëjta sa i përket mirëmbajtjes apo ka dallime? Shëndetin, mirëmbajtja e gjitha këto, për shembull në këtë rast të qenit edhe të macës. Ka ndallime, për shkak se qenia dhe maca hynë të kafshë shoqëruese, ndërsa kafshë blegtorale hynë leopa, delja, dhia e tjerë. Në kafshë shoqëruese hynë edhe kuajt hynë në fakt. Edhe sigurisht prej asaj që kemi mësu, edhe anatominë e kanë ndryshe, edhe fiziologjinë e kanë ndryshe, nuk është që funksionojnë se cila është e ngjashme. Është e njëjtë. Është shumë problem për doktorët e kafshëve veterinarët, sepse të gjithë kanë anatomi të ndryshme, ndërkaq doktori njerëzve është një parë organe, e dinë se çka ka me u marrë. Sakt. Neve na bjen me u bë pak si mjekës përgjithshëm. Me thonë me punu me gjitha nga pak, edhe pse ka kolegë tonë që janë profilizuar dhe punojnë vetëm me kafshë blegtorale ose veç me kafshë shoqërimi. Kjo është besoj më e mirë po për moment, po patjetër, po për momentin unë personalisht jam të punu me gjitha. A me gjitha? Me gjitha. Okej. Në fakt, kolega po dhe ti e mjek të përgjithshëm, na dalëm diplomuar si mjek të përgjithshëm, po puna në Kosovë bëhet më shumë se mjek të përgjithshëm, sepse të njëjtën kohë përveç mjekut të përgjithshëm do të me konë ginekolog, do të me konë kirurg, po ortoped ku e dione, edhe kjo normal është pak me vështirë, sepse në mjekësinë humane janë një profil edhe fokusohen me atë punë, me atë ekip të punës edhe përditshmëri.